Nëse dekada më parë libri ishte e vetmi alternativë për të siguruar një informacion, sot të rinjt po i drejtohen gjithnjë e më tepër burimeve online. Shpejtësia dhe aksesi lehtë në internet, rritet e kërkimit si Google, Wikipedia apo YouTube japin përgjigje të shpejta, ndërsa librat kërkojnë kohë për kërkime fizike. Gjithashtu, edhe rrjetet sociale dhe përmbajtjet e shkurtra kanë zvogëluar vëmendjen e disa të rinjve ndaj leximit të gjatë. Për një pjesë të madhe të detyrave e përdorim internetin, sepse ka shumë informacione të tjera që në libra nuk gjenden, dhe shumicën e kohës është një mjet që na ndihmon shumë, pothuajse në të gjitha lëndët. Kur duam të bëjmë një informacion më të theluar, kur duam të gjejmë detyra apo të plotësojmë informacionin cili nuk e kemi gjetur dot në libra, i drejtohemi internetit në faqet si Wikipedia apo tani jemi drejtuar te inteligjenca artificiale për të na përmbledhur informacionin sa më shkurt. Por pavarësisht kësaj situate, libri ngelet i pazvendësueshëm. Të rinjt që duan të thellojnë njohuritë në një fushë të caktuar zgjedhin librin, apo studentët shpesh konsultojnë libra shkollor, enciklopedi dhe burime të specializuara për punime kërkimore. Kurse nëse duam të gjejmë informacion i cili duhet të bazohet vetëm në libra, nëse kemi një kërkesë, do drejtohemi më shumë në librat. Për informacionet që janë më të updateuara, pra më të reja, përdorim internetin, kurse për informacionet që janë më të hershme, zakonisht përdorim librat. Shumë të rinj sot i shohin librat si një mënyrë për të shkyçur nga ekranet dhe rrjetet sociale.